Partia Demokratike e Kosovës do t'jetë në këto zgjedhje në garë me një platformë të jashtëzakonshme zgjedhore, e cila bazohet drejt për drejt në nevojat që i kanë sot njerëzit. Partia Demokratike e Kosovës do ta bazojë programin e saj e para në çështjen e rritjes pagave. Do të kemi 50% rritje të pagave për gjitha kategoritë shoqërore, përfshi këto edhe pensionistët, edhe kategoritë cilat janë të dala nga lufta, në mënyrë që të arrijnë ata të përballojnë të gjendje të rëndë të rritjes së çmimeve. E dyta, ne tash e sa kohë kemi propozuar edhe në kuvend që të ketë lehtësira në tatimin mbi vlerën e shtuar ose largim të aksizës, në mënyrë që të kemi një ballafaqe më të lehtë të qytetarëve me shportën familjare. Uzë kryesore është të japim fond krizës. Nëse diçka e ka karakterizuar skenën politike, shoqërore në Kosovë për këto 6 vite, janë përsëritjet e parashtura të krizave të njëpasnjëshme që i ka prodhuar pushteti i Albin Kurtit. Pra ne kemi pas zgjedhje, jo zgjidhje, kemi pas vakum institucional, kemi pas mungesë të projekteve kapitale, cilat sot nëse i shohim në përqindje do të thotë qeveritë para vite më parë, këtu kanë mri vlerën dikon 27-30% të buxhetit të shpenzuar, sot ato kanë rënë në 20% dhe në këtë telashe që ka krijuar qeveria në raport me varfrimin e jetës së qytetarit Kosovës, ne kemi pa afera korruptive me rezervat shtetërore, afera korruptive me kontratat njëburimore, me mijëra euro janë të shpenzuara në kontrata njëburimore, ndërkohë që është folur fare pak për qytetarin. As nuk po flasim tash për zhvillimet e projekteve të mëdha kapitale, për shembull, pse nuk është përfunduar rruga për Pejë. Ka pas telashe sipas ekzekutimit me shpërndarsim edhe një marrëveshje rruga për Mitrovic, madje segmenti i fundit as që është nisur. Pra, nuk e kemi përfundimin e rrugës Dallë-Gjakov që ka qenë projekt. Partia Demokratike e Kosovës pret që të ketë rritje në zgjedhje. Ne jemi në teren dhe ne shohim nevojën e njerëzve që ta përqafojnë një program që bazohet në nevojat reale që i kanë sot njerëzit. Qytetarët janë më shumë se kur të lodhën prej propagandës, janë më shumë se kur të lodhën pi polarizimit, pi konfrontimit. Ne synojmë që të rritemi dhe jemi në garë që të krijojmë qeverinë e re. Bashkë me partitë e ish opozitës, e kemi qartësuar pozicionin, synojmë të japim Kosovës një drejtim të ri. Ne presim që do të kemi rritje në numra opozita, ish opozita. Presim që rritja në numra do t'ja pamundsoj pushtetin, Albin Kurti, do t'ja pamundsoj kapin edhe në rezultate në nënshërshorit të vitit e kaluar apo ne presim që tash në rezultatet e sotme lëvizjave të vendosje do të ketë rënje numra dhe në 40 deputet megjithatë çështjen e presidentit si do të zgjidhet? Rënja do të jetë evidente. Shihni, ne nuk kemi qenë bllokues për president. Jam e bindur që sikur të ishte Hashim Thaçi, Kadri Veseli e të tjerët në Kosovë, rezultati ynë zgjedhor do të ishte ndryshe, sepse ne ndjejmë kudo madhështia e burrave të cilët i kanë dhënë Kosovës. I kanë dhënë gjitha fazat e zhvillimit të saj. I kanë dhënë fazën e organizimit të protestave të para studentore, kanë qenë të dënuar në mungesë, kanë qenë pjesë e shtetëndërtimit në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, djemë që një moshë të re kanë kap pushkën për t'i dalë zot vendit dhe kanë dhënë provimin që për shtetin e Kosovës ata kanë qenë edhe në marrëveshjen e Rambujës, edhe në marrëveshjen e Vjenës, edhe në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, edhe në fuqizimin e shtetit me autostrada, me rrugë, me shkolla, me rritë dhe bashkimi ynë, edhe me nismen, edhe me plot të rije të reja, edhe me plot aktiviste, qytetarë të Kosovës gjithandej që sot përqafojnë vlerat e një partie që nuk do ta lë Kosovën në status quo, do ta orientojnë të ardhmen e këtij shteti në një drejtim më të mirë. Ajo ka vendin tek Partia Demokratike e Kosovës, zoti Lima po kthehet në shtëpinë ku ka qenë. Unë aty e kam gjetur. Unë kur jam zgjedhur deputete në vitin 2010, kam gjetur Hashim Thaçin, zotin Limaj e plot të tjerë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe ai kthehet në shtëpinë vet, tek njerëzit e vet, tek aktivistët, tek motrat e vëllezërit e tij. Është i hapur që në zgjedhjet e mërshme të jam syje edhe kryetarllakut nëse ka ambicje. Dëgjoni, këto janë çështje të cilat nuk diskutohen sot kur po flasim për nevojën e rikthimit të pushtetit të Partisë Demokratike të Kosovës.
E mira është sot që ka një përbashkim që ndjejmë kudo, unë isha edhe në Malishe para 2 dite, edhe struktura jonë atje, edhe kryetari Degës, edhe të gjithë kandidatët që janë në garë, sot kanë filluar bashkërendimin me rikthimin e nismë. Mendoj që zoti Ladrovci ka sqaruar në fotografinë e tij se për çfarë bëhej fjalë. Fjala ishte për raportet më hershme të Martin Berishaj me zotin Ladrovci. Në fakt po flas tu për Fehmi Ladrovcin dhe për një periudhë të mëhershme. Por as fotografia Erdogan, as ajo fotografi e cila është postuar, e as një fotografi me ndonjë zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës që nuk lidhet me zhvillimet e fundit, nuk e largon nga pesha dhe bara e rënd e përgjegjësisë penale që zoti Martin Berishaj ka në raport me dëmin miliona euro që ja ka bërë Republikës së Kosovës.